Faleminderit gjithëve që doni ta ndani kohën tuaj me mua në një temë kaq universale po dhe konkrete që shprehet vetëm me një fjalë, koha, time. Kur Agronim propozoi se cila do të ishte pyetja më provokative dhe më imagjinative për t'u drejtuar auditorit, unë i propozova në çka jetoni ju. Tashti vajza më dha këtë letrën dhe unë e vura këtu bashkë me përgjigjen. Përgjigja ime është: jetoj në kohën që nuk më mjafton. Çfarë do të thotë kjo? Po të zbresim poshtë në tabanin e filozofisë, të gjithë filozofët e antikitetit u morën me kohën, e krijuan nocionin kohë. Madje e quajtën kategori filozofike. Por të gjithëve herë i dukej si një kohë e mbushur dhe herë i dukej si një nocion i zbrazur, sepse jashtë tyre nuk ka një objekt që mund quhet kohë. Atëherë çfarë është koha? Është ekzistencë. Ne jetojmë në kohë. Por me një fatkeqësi që në lindje, sepse asnjëri nga ne nuk e zgjedh dot kohën kur duhet lindi. Nuk i zgjedh dot rrethanat në të cilat lind. Nuk mund zgjedhë bile as prindrit, sepse se pyesin as vendin, as epokën, as sistemin. Pra, jemi të barabartë në një lloj fatkeqësie që vim në kohën të cilën nuk e dim. Por mbasi vim, ne kemi në dorë t'i japim emër kësaj kohe. Shpeshherë kur flasim për kohën, njerëzit bëjnë një aritmetik të thjeshtë. Koha ndahet në të tanishme, në të ardhme dhe në të shkuar. Dhe në mënyrë egoiste, njeriu thotë që të jetojë shumë, duhet të kem shumë të ardhme. Unë mendoj se ky është një gjykim jo i drejtë. Është një aritmetik e gabuar me kohën. Para një viti, kisha një përvjetor në ditëlindje dhe vajza më pyeti: cila është motoja jote në jetë? Donte të më bënte një peshqeshje ma bëri më pas, një kuti me një stilograf, ku sipër vuri atë që unë i thash. Motoja ime në jetë është: jeto çdo sekond. A jemi në gjendje të jetojmë çdo sekond? Apo çdo sekond është pjesë e jetës sonë? Është kjo një metaforë? Është një aforizëm? Apo është filozofia e jetës? E le të kthehemi ka ajo që thash, këtë rinomi, e ardhmja, e sotmja, e shkuara. Jemi egoistë dhe duam shumë të ardhme. Por si vjen kjo e ardhme? Vjen si kohë që nuk është sot dhe nuk ka qenë dje? Apo parasillet nga njeriu duke ndërtuar atë që do t'i takonte normalisht një kohë në të ardhmen? Para 2 ditësh, në një seminar, njërin prej studentëve i kisha caktuar të fliste për Magna Cartën, një dokument fundamental i lirisë së njeriut, ku të gjithë studiuesët serioz mendojnë se edhe kushtetuta amerikane atje i ka rënjët. Ajo është 800 vjet e vjetër. Apo e kam gabim, ndofta është 800 vjet e re. Është bërë në 1215. Dhe çfarë u vendos në Magna Carta? Që të gjithë do të ishin të nënshtruar ndaj ligjit, edhe mbreti. Po pse një gjë që është 800 vjet e vjetër mund të jetë 800 vjet e re? Pse muzika e Mozartit që është 200 e sa vjeçare nuk është e vjetër, po është 200 e sa vjet e re? Sepse ato e parasjellin të ardhmen. Pra, nëse njeriu ka motive në jetë për ta parashijuar të ardhmen para sa ajo të vi, ky njeri ka fat, sepse kur e ardhmja vjen, ai ka 2 të ardhme. Atë që e takoi duke e parasjellur
dhe atë që vjen si një domosdoshmëri e Kronosit. Po e sotmja çfarë është? E sotme mund të jetë një çast që humb. Minuti nuk ka më shumë se 60 sekonda. Ora nuk ka më shumë se 60 minuta. Sa është ora tash? Ora tash është 10:15 minuta, 18 dhjetor 2015, pra jemi në vitin e 15 të shekullit 21 të milenimit të tretë. Kjo është ora Kronos. Kroni, kroi, ai që rrjedh. Kështu mendojnë studiusët në etimologji që vjen nga Shqipja. Po a ka një orë tjetër brenda nesh? Sigurisht. Ajo është koha substanciale. Në çfarë kohe jemi secili nga ne? Kjo është një pyetje që ka të bëjë me fatin e njeriut në jetë. A jemi ne në milenimin e tretë apo brenda nesh ka mbetje të kohëve të shkuara? E nëse këto mbetje janë me një gravitacion negativ, atëre ne na duket sikur treni jon ecën përpara, por vagonat janë më të rëndë se lokomotiva dhe na mbajnë brenda. Atëre këtu shtrohet një pyetje. A mund të mendojmë kohën si shkallë? A mund të zbresim ne në këto shkallë? Po. Ja le të shtrojmë një pyetje tjetër. Sa mesjet ka brenda nesh? Atëre me njëherë gjithë të mendojmë, në qoftë se ka një paganizëm shpagus, ku shoqëria jonë vuan nga vrasje shpaguse, atëre themi që shumë mesjet ka brenda nesh. Por në qoftë se mendojmë për mesjetën dhe ne tregojmë se në një masë të madhe njerëzish ka një kulturë të renesancës, atëre ne kemi një mesjet tjetër, kemi mesjetën e kulturuar. Dhe kjo është një shkallë e domosdoshme tek e cila ne duhet të zbresim në ato që quhen digresionet e brendshme. Por në qoftë se ne e njohim mirë Renesansën, atëherë ne vendosim lidhjet me antikitetin, sepse çfarë ishte Renesansa? Rilindja e kulturës së antikitetit greko-romak. Dhe ne zbresim ke kultura e antikitetit. Por çfarë bëjmë kështu? Ne jetojmë sot duke përjatuar të shkuarën. Pra, nuk kemi qenë atë kohë dhe njëkohësisht jemi. Fituam dy të ardhme, fituam dhe dy të shkuara. Dhe të gjitha këto vinë ke e sotmja, e cila nuk është një, po bëhet 3, se ka dhe një të ardhme plus dhe një të shkuar plus. Kjo është koha me ritëm. Kjo është koha me intensivitet. Kreativiteti është elementi domosdoshëm i kohës. Kur agroni më propozoi që të aplikoja, unë shkruajta 3 eset shkurtra që u vlerësua në New York. Për kufizimi me kohën, koha lokale dhe koha dhe kreativiteti. Të përkufizosh diçka, do të thotë ta tejkalosh atë, sepse nëse e përkufizon me veten, mund të biesh në tautologji, të përsëritësh atë që e ke thënë me fjalë të tjera. Pra unë kohën e quajte dimensionet për të matur lirinë tënde në emër të kulturës dhe civilizimit të cilit i takon, për të ndërtuar identitetin tënd personal dhe civil. Koha lokale nuk është ora që tregon watchi jot, saati jot. Ndryshe ti do të mbetesh në shpellën lokale të izolimit. Nuk janë koordinatat gjeografike të vendit tënd. Koha jote lokale është koha që të ndihmon për të kuptuar valencat universale dhe kohën globale. Si lidhesh, sa lidhesh, në që mënyrë jep edhe merr me kohën globale. Dhe e treta, kreativiteti është thelbi i lumturisë njerëzore. Shpesh edhe studentëve u them, bota është ndërtuar nga aventurierët dhe është shkatruar nga gjysmë aventurierët, sepse gjysmat kur nuk bëjnë një të plot. Kurse njerëzit kurajoz i hypnin anijes vetëm me rrobat e trupit, anija ishte pronë e pronarit, parati jepnin bangat dhe ta shkonin në përdetra për të zbuluar botën. Kreativiteti nuk është gjithmonë produkti akademizmit të mirëfillt. Kreativ mund të jetë edhe njeri që nuk ka edukim të mirëfillt shkollor, por që ka pasion, një parim shumë të rëndësishëm.
të ikin nga vetja për të bërë më i mirë. Kjo është forma e parë e emigracionit. Ky është emigrimi të cilit nuk do të shmangemi. Por kjo nuk do të thotë që bësh më i mirë duke ikur nga dheu jot. Dhe në qoftë se do të më kërkonin një përgjigje shterojnëse pse niveli i kreativitetit në Shqipëri është kaq i ulët, do t'i thoja sepse pjesa kreative historikisht ka ikur nga vendi dhe vazhdon të iki. Dhe pjesa e rëndomt, gravitacionet utilitare, njerëzit pa fantazi, ata që presin deri në nështrim, mbeten këtu. Ç'është ky durim që kanë shqiptarët deri në nështrim? Nga vjen kjo? Ka dhe rënjë historike. Pushtimet e gjata e kanë sjellur këtë pritshmëri. Këto pushtimet gjata, jo vetëm na hoqën elitën antropologjike që të shkonte në qendrat imperiale, por bën edhe një gjë tjetër. Shpeshherë klasat e larta janë bashkuar me pushtuesin dhe kanë shërbyer në administratën e tij duke bërë rolin e sundimtarit brenda dheut nativ. Dhe me njeriu në rëndom çfarë ndodhte? I humte imazhi, identiteti i pushtuesit dhe e quan të këtë si pjesë e tia, sepse ky sovran që mund të ishte pashaj, që mund të ishte kadiu, që mund të ishte ai që mblidhte taksat, spaju e tjera ishte shqiptar, kë duhet të urrente ai. Dhe kështu lindi një dashuri artificiale, e sipërfaqshme, dhe një tipar jo i shëndetshëm i mentalitetit ton, që jemi më pak të sinqert kur duam dhe më të sinqert kur urrejmë. Është e dhimbshme, po kështu ndodh. Kur shprehim urrejtjen, zbrazim çdo gjë që kemi brenda, duke treguar një mungesë sinqeriteti me tjerët. Pse u ktheva këtë dashuria? Sepse koha ka të bëjë me shëndetin mental të shoqërisë. Ne pyesim, a kemi shëndet publik? Dhe i vaksinojmë njerëzit. Po nuk pyesim, a kemi shëndet mental të shoqërisë? A është e sëmur shoqëria jonë? Lëngon shoqëria jonë? Si zgjidhet kjo? Nuk zgjidhet me taksa. As me taksat ulta. Zgjidhet vetëm me dy gjëra. Shoqëria do të ketë kreativitet dhe dashuri. Në qoftë se nuk ka kreativitet dhe dashuri, ajo është një shoqëri e smur. Pra mund na sëmur edhe koha. A mund ta përkufizojmë kohën kështu? Po. Kur shoqëria është e smur, koha është e smur. Po koha mund të plagoset? Po. Koha mund të plagoset. Në qoftë se plagosen ëndrat e njerëzve. A jemi ne një popull ëndrimtar? Unë të kisha frikë të ndërtoja një pyetësor, qoftë edhe me studentët të mi, për të më thënë, më trego çfarë ëndëron. Çfarë mendon se mund të bëhesh ti? Kur ka filluar ëndra jote? Dhe këtu vim ka një problem shumë i rëndësishëm. Kush e ka lexuar librin tim Tingull dhe Esen Tingulli do ta kuptoj. Kur fillon dhe matet koha e kreativitetit? Unë personalisht e kam matur 6 vjeç e gjysmë. Ma ka kaluar Mozarti, sepse ai e ka matur 4 vjeç. Kur për herë të parë në pianofortë ndërtoi një operet. Unë e kam matur 6 vjeç e gjysmë kohën, fal një dokumenti që e kam gjetur, sepse për 8 marsin, kur kam qenë 6 vjeç e gjysmë, ndryshe nga gjithë moshatarët e mi që thonin për 8 marsin që mami do të më bëj kështu, që e dua mamin se dua dhe nënën parti e tjera, unë kam shkruar. Ç'ti dhuroj? Se gjej dot. Për gjën më të mirë, akoma do mendoj. Kjo ishte dhurata ime e parë për nënën. Çfarë doli nga kjo? Gjëja më e mirë i jepet nënës. Dhe gjëja më e mirë del nga mendimi. Dhe mendimi s'ka fund, sepse për të akoma do mendoj. Pra, identiteti im do të ishte mendimi.
Kjo e përcaktoi udhën time të jetës. Po mendonin shoqëri, a e gjejmë ne identitetin e njeriut kaq herët? Sa njerëz jetojnë jetën që nuk e kanë merituar? Sa njerëz zgjedhin profesionin që nuk është i tyre, që nuk përkon me identitetet e tyre të brendshme? Dhe sa pak njerëz e kuptojnë këtë gjë dhe largohen nga profesioni që mund të kenë mësuar në shkollë dhe i kthehen profesionit që ka të bëjë me identitetin e tyre të brendshëm. Dhe këtu do të kujtoja dy njerëz, shkrimtarin e nderuar Vath Koreshi dhe Çehovin. Vath Koreshi kishte studiuar për gjeologji, por askush nuk mund ta mbajë mend atë si gjeolog. Ata e mbajnë mend si tregimtar, si Çehovin shqiptar. Çehovi ishte mjek dhe e donte mjekësinë, po askush këtu në sallë nuk mund thotë që unë mbaj mend që Çehovi duke vizituar këtë pacient bëri këtë mrekulli. Por të gjithë ata që kanë lexuar tregimet e Çehovit, e po kujtoj një këtu, sallën numër 6, do të thonë që ai ishte një tregimtar që ndryshoi botën. Pse mora sallën numër 6? Që është tregimi salla numër 6? Është historia e një mjeku që kishte humbur nocionin e kohës dhe që vizitonte disa pacientë të rrezikshëm në repartin e tij mjekësor. Një ditë ai doli në rrugë ku pa se kishin shpërthyer lëvizje. Njerëzit nuk e donin më regjimin carist. Kishin përqafuar idealet borgjeze. Dhe si pa e kuptuar hyri dhe ky bashkë me këta njerëz si protestonin. U arrestua nga policia dhe përfundoi si dënuar në sallën numër 6. E quan atje ke pacientët e tij. Dhe për herë të parë ai kuptoi pacientët e tij. Ata kishin qenë njerëzit që do të sillnin një regjim të ri, një sistem të lirisë. Dhe unë dje i humbur 2 herë. E para si mjek dhe e dyta si njeri. Atëre gërthiti, donte të dilte nga salla numër 6. Mirë po kishte haruar që pikërisht kjo sallë, një muzhik shërbente për të mos lejuar që njerëzit rrezikshëm të dilnin nga salla. Dhe e rau mjekun, i cili në të gdhir dha shpirt, duke kuptuar në momentet e fundit se kishte humbur sensin e kohës. Ja pra, që të gjithë ne kemi nevojë ta bëjmë këtë pyetje. Në ç'koja unë? Cili është identiteti im? Çfarë perkursioni i bëj jetës time? Jetoj në iluzione? Jetoj në impresione të një sipërfaqe? A kam unë një arkeologji të brendshme? A gërmoj unë thellë për të kuptuar se çfarë po ndërtoj? Një miku joni i përbashkët që e shikojmë çdo natë, që quhet Rezar Xhaxhiu, në një intervistë më pyeti: cila është motua juaj, profesor, sipas kestionerit të Prustit, ta nxjerr jashtë minierën time sa e gjallë, që të mos u mbasi? Pse? Cila është humbja më e madhe që mund të ndodhi njeriu? Jo ajo që vdes, po ajo që nuk ka të drejtë të lind, pra vdes pa lindur. Dhe ne kemi shumë gjëra brenda vetes tonë që nuk i lindim. Dhe ja prandaj si shoqëri nuk e kemi kreativitetin. Kur dikush më merr në telefon dhe më thot, dua t'ju takoj, të pim një kafe, a ka mundësi t'ju ftojmë në një studio e tjera? Ju them, më falni, mos mendoni se unë kam kohë të tepërt, unë punoj tashti sepse e kam kohën të planifikuar deri në vitin 2020. Pres të mbyll librin Antropologjia e Artit, pret libri tjetër që quhet Antropologjia e Turmës, pret libri tjetër që quhet Një antropologji midis dy ndërgjegjeve, laiko-fetarja ke njeriu, pret një libër tjetër me aforizma që ndërtohet çdo ditë. Sa kohë keni ju? Si mund të ma merrni kohën në një intervistë për të më pyetur për një libër të cilin ju sa keni lexuar? Çfarë përgjigjesh prisni ju? Unë mund të them budallëkun më të madh dhe ju mund të thoni, okay, shumë bukur. Pra koha ka të bëj me komunikimin me veten, me komunikimin me të tjerët, por duhet një njësi matëse. Cila është kjo?
progresi shoqëror. Në qoftë se ne nuk e masim të gjithë kohën me progresin shoqëror, ne mund kemi edhe kohë kreative të individëve të veçantë, por ato nuk bëjnë një sinergji shoqërore për ta ndryshuar shoqërinë. Në ekonomi, shpesh edhe në të folurin e përditshëm, përdoret një nocion: koha është flori, koha është para. Po floriri, paraja, sigurohet në treg. Atëherë në ekuacion duhet vazhdojmë fute kohën në treg. Po ne duam shumë para. Shumë bukur, sa më shumë kohë në treg, aq më shumë para. Pyetja që armatojnë se është: sa më shumë kohë në treg, sa më shumë para, po aq shumë të lumtur? Jo, nuk ndodh kështu. Paraja mund ta bëjë jetën më komode, po nuk e bën më të lumtur. Lumturia mund të vijë edhe nga një gjethe që bie. Lumturia mund të vijë edhe nga një poezi e Poradecit. Lumturia mund të vijë edhe nga një tingull muzikor. Lumturia mund të vijë edhe kur shef një të verbër që luan në një vegël muzikore. Lumturia mund të vijë edhe nga një këshill. Dhe njërën prej tyre që ma tha një plak 90 vjeçar si vjet në jugun e Shqipërisë, po e ua them: biri im, tha, shoku më i mirë që kemi është jeta, që ajo të mos ngelet vetëm, ne takojmë shokë të tjerë, mos ri vetëm. U largova prej plakut dhe fillova të mendoja. Një filozofi e thellë, popullore, që vinte nga intuita, nga eksperienca jetës, nga botkuptimi spontan, nga përvoja, nga dhimbjet. Dhe çuditërisht më erdhi në mendje një shprehje e Budës që thotë: çfarë mendoj, ata jemi. Dhe shpesh miqve të mi unë i them: si e ke shpirtin sot? O, sa kohë kisha pa dëgjuar këtë pyetje, më thot dikush. Kur se kisha dëgjuar? Si s'më pyeti njeri si e ke shpirtin sot? Pra koha është flori, sa më shumë kohë në treg, aq më pak të lumtur. Dhe për t'i dhënë një përgjigje alternative kësaj pyetje, po i referohem një thënie të George Sorosit, që thotë: Bill Gates ka aq shumë para sa nuk ka kohë ta jetojë jetën. Pra ai nuk qeka i lumtur, sepse kjo kohë shoqërohet edhe me disa pasoja që njeriu nuk do t'i donte. Me ankthin, me emocionet e forta, me frikën gati pagane se mund të rrëzohesh nga konkurenca, me shqetësimin që të llahtaros se mund t'i humbësh të gjitha ato që ke fituar një ditë, dhe të përfundosh si ai miliarderi gjerman që kur filloi kriza e gjeti zgjidhjen duke u hedhur ke rrotat e trenit. Por ka dhe një të keqe. Makutëria, hedonizmi e zbraz njeriu nga humanizmi. Dehumanizimi i njeriut, dehumanizimi i shoqërisë, dehumanizimi i shtetit janë patologji të rrezikshme të globalizmit sotëm. Kur dehumanizohet shteti? Kur e haron njeriu dhe mendon për oligarkin. Kur dehumanizohet shoqëria? Kur haron njerëzit në nevojë. Kur dehumanizohet njeriu? Kur zbrazet nga dashuria njerëzore. Ne kemi nevojë për dashuri njerëzore. Ajo e shton kohën, e bën kohën intensive, e bën kohën të tillë që ty të nxit të krijosh gjëra që kur nuk i kishe menduar më përpara. Pa dashuri njerëzore, thahet gjithçka. Një tjetër pyetje për kohën është, që agronima bën shpesh: si e maksimalizon ti kohën? Si mund të merresh ti me 4-5 gjëra për një herë? Jep mësim në universitet, shkruan në gazetë, mban një Facebook shumë të gjallë dhe komunikon me njerëzit, krijon poezi, bën kritik arti, shkon në teatr, ndjek sportin, shkon në një studio sportive, takon njerëz të brezave të ndryshme. Shumë thjesht agron. E dua kohën time, dua të jetoj gjatë në një jetë shkurtër, sepse jeta jonë është e kufizuar në kohë. Një ditë ikim nga kjo botë. Mirë, po e kundra e kësaj cila është? Njerëz që nuk dinë ku ta shtyjnë kohën. Fatkeqësisht në shoqërinë tonë ka shumë njerëz, më falni për këtë që do them, që përtojnë të jetojnë.
janë të lodhur dhe nuk din ku të shtyjnë ditën. Është e frikshme kur kalon rrugëve të Tiranës që diçka ka ndryshuar, po të shkosh në rrugë të qyteteve të tjera, kafe të mbushura plot, mundësish vetëm me burra, që nga mjezi dhe në darkë thonë të njëjtat fjalë. Ç'është kjo prodhshmëri e shqiptarëve deri në dhimbje? Ç'është kjo pafuqi për ta ndryshuar realitetin? Pse maksimalizohet koha? Kur maksimalizohet koha? Kur interesat janë në shumës. Dhe secili nga ne duhet i bëj pyetje, sidomos gjeneratat e reja. Cili është shumësi i interesave të mia? Vetëm shkolla? Vetëm një profesion i ngushtë? Bota sot ka ardhur në një nivel të tillë që po i kthehet antikitetit, ku filozofët merreshin me çdo gjë. Edhe studiuesët sot më fill, ata që nominohen me çmimet Nobel, nuk janë thjesht ekonomistë. Kujtohet njëri prej tyre, Phelpsi. Fitoi çmimin Nobel në ekonomi para disa vjetësh, po jo me tezë ekonomike, por me një tezë antropologjike për ekonominë. Nga ndryshon mentaliteti antropologjik i evropianëve nga i amerikanëve, që i bën evropianët më të prapambetur në ekonomi. Marrim një studius tjetër, Hayek, që është shumë në zë sot, i neoliberalizmit. Po e lexoj një botim shumë serioz që ka bërë profesor Civici për të. Po shikoj që Hayeki nuk ishte thjesht ekonomist, ishte filozof, ishte sociolog, ishte historian, ishte antropolog. Le të marrim mjetet e komunikimit sot. Në qoftë se pyesim, çfarë është Facebooku? Është ballina e një libri? Është një faqe e hapur? Kush e zbuloi? Kush e krijoi Facebookun? Një inxhinier elektronik? Një informaticien? Jo, një njeri që kishte studiuar për artet e bukura. Dhe çfarë krijoi? Krijoi një komunikim global që njerëzit të mos fshihen. Ky ishte thelbi i Facebookut. Që njerëzit të hapen, të shprehen, mos rinë mbas fryngjisë. Sepse ne shqiptarët e dim sa kemi vuajtur nga fryngjia. Historikisht mbrapa fryngjisë se e shikonim gjithë botën. Por historikisht mbrapa fryngjisë se gjithë bota nuk na shihte. Nuk donim ne që të na shihte. Dhe tash që fryngjia ka rënë, përsëri ne kemi frikë që bota të na shohë. Dhe kemi dy mënyra sjellje. Evropian në metropole, oriental këtu brenda shtëpisë tonë, në vend që duhet të jetë e kundërta. Evropian këtu, evropian atje. Pra, a është koha dhe një identitet kulturor? Është. Para disa javësh, Falkensteini, që është një autoritet i Bashkimit Evropian, reporter për Shqipërinë, këtu ku jam unë, bëri një pyetje. Pyetja ishte, çfarë fiton Bashkimi Evropian po ta pranoj Shqipërinë në BE? Mua më duk një pyetje alogjike. Sigurisht nuk ja dash përgjigjen atëherë, sepse auditori ishte i ngarkuar studentët pyetjen. Por po e them tashti. Zoti Falkenstein, ju duhet të rimotivoni pyetjen tuaj. Nuk ka kuptim të pyesësh çfarë fiton Bashkimi Evropian me Shqipërinë. Pyetja do të ishte çfarë humb Bashkimi Evropian nëse nuk pranon Shqipërinë. Humb nga identiteti vet historik dhe kulturor. Dhe ja pse. Ajo që quhet kultura perëndimore mbështetet në 4 themele, që janë antikiteti greko-romak, renesansa, protestantizmi dhe liri dhe drejtat e njerëzit. Pra themeli bazik ku mbështet dhe renesansa dhe të drejtat e njerëzit dhe protestantizmi janë antikiteti greko-romak. Por ky antikitet që romakët e morën nga grekët ka disa rrënjë prehistorike që është pelazgjia. Dhe ne jemi një popull pelazg. Dhe këtë e provojnë studiusët huaj. Zoti Falkenstein, edhe studius gjerman, Bopi,
themelusi i indo-europianizmit, Leibnizi, filozof, matematicien, thot, nëse doni të kuptoni rrënjët e pelazishtes, studioni Shqipe. Pasurinë tonë më të madhe. Bota do të humbte shumë, nëse do të humbte Shqipja, leksiku i saj vjetër. Më ka rënë rasti të shikoj dokumentat origjinale të Gjon Shllakut. Për ju që se dini të rinjt, Gjon Shllaku është përkthyesi i Omerit. Ai që përkthen Omerin është homerian modern. Josefina, e bia, mi tregoi letrat, e përkthente në burg, ke gazeta Zëri i Popullit atje sipër ke fletat e bardha. Dhe mbasi më tregoi përkthimet e Euripidit, më tha, profesor, kjo këtu është diçka me shumë vlerë. Çfarë, i thash Josefin? Janë 20.000 fjalë të greqishtës së vjetër që mund të shpjegohen vetëm me shqipen. Kjo pasuri fle akoma. Pra koha është dhe memorje. Dhe në qoftë se nuk e respektojmë memorjen, do të thotë që ne jemi pa busull. Sepse, sipas antikitetit, Zeusi, perëndia e arsyes, fekondoi memorien dhe lindi muzat. Dhe kjo fjalë ka kuptim vetëm në Shqip. Pra si ka mundësi populli i muzave rreshtohet 116 në kreativitet. Ju falenderit.